kryetari i Bashkisë Islame të Bosnës. Okej, Arber? Unë një gjë mund t'ju them, pra në takimet që ka pas kryeministri me përfaqësues të minoriteteve ka pas kërkesa. Kërkesa nga më të ndryshme dhe njëra prej kërkesa ka qenë edhe kjo, ku deputetja këtë ka bërë publik edhe mendimin e saj në një emision tjetër që është mundu me artikulu. Unë mendoj që pra është legjitime që të ketë secilit deputet kërkesa, mirë po unë mund të jap vetëm mendimin tim. Unë nuk mendoj që duhet ta balje si përfaqësuese e një pjesë të bosnjakëve nuk duhet të jetë pjesë e qeverisë. Ajo duhet të jetë pjesë e qeverisë. Dhe besoj që do të jetë pjesë e qeverisë. Dhe natyrisht komunën bosnjake me vonesë, shumë me vonesë, unë mendoj që është një lloj arsyetimi për bllokim. Sepse nuk mendoj që është një tezë ku tash ne me këto probleme të cilat i kemi përpara, duhet të fokusohemi tek një deputete e cila ka një kërkesë që ka të bëjë me një komunë bosnjake. Tash unë bëj një pyetje, domethënë në kuptimin ma legjitim të mosëm. Si do të funksionoj komuna, kjo komunë bosnjake, me të themi qytetin e Reçanit, ju gjithë e dini ku është Reçani, si do t'i merr ajo komunë pra të ardhmët. Pra unë mendoj që është goxha problematike mënyra, vendi, ekonomia e asaj komune që mund të realisht të krijohet. Mendoj që kjo nuk ka kuptim për mua jo. Mirë po çështja që kryeministri se si i çështet, mirë po për mua kushtrim nëse ma lejon edhe një 20 sekonda, a 10 sekonda. Për mua është shqetësuese, pra që organet e sigurisë kanë deklaruar që disa deputet të minoriteteve pra shantazhohen drejt për drejt prej Radojićit dhe grupeve të tij. Pra thelbi i